Në Korçë, qytetin ku arti ka ritmin e vet dhe ku muzika ndjehet në ajër, skena e teatrit Andonza Koçajupi ka pulsuar fuqishëm me Rin Live, koncertin që bashkoi zërat e Brezit të ri me meloditë që kanë shënuar historinë muzikore shqiptare. 15 këngëtarë të rinj u ngjitën në skenë dhe me talentin e tyre i dhanë dritë çdo note, çdo tingulli, çdo kujtimi të muzikës shqiptare. Të rinjt u shoqëruan nga banda muzikore me Edison Labi, Nuciel Doko, Gjildo Sula, Denis Krastafillaku, Johan Hoxha dhe Edison Havdi. Rin Live erdhi si një udhëtim mes së shkuarës dhe të ardhmes, e në të njëjtën kohë një frymë e re ku rinia i fali skenës emocione të veçanta. Është gjithmonë kënaqësi të punosh, se ne themi tani të rinj, po jo të gjithë janë në të njëjtën moshë. Ne jemi pak më të mëdhenj. Është gjithmonë kënaqësi të punosh me një brez që e do kulturën e vet, e do artin dhe megjithatë do vendin e vet. Unë e thash dhe gjatë moderimit. Ata ishin shumë të mirë të gjithë, kishim komunikim të shkëlqyer me njëri tjetrin, ndjenjat ishin shumë pozitive dhe puna ishte e madhe. Ishin disa faktorë që sollën këtë ritëm dhe energji dhe frymë rinore që ju pat sot. Ishte një kënaqësi vërtet e madhe që të ishim pjesë e këtij spektakli. Ishte vërtet diçka shumë promovuese për ne të rinjt dhe e vlerësoj shumë faktin që bëjmë të tilla aktivitete. Muzika është një pasion i juaj apo e mendoni si një profesion në të ardhmen? Të them të vërtetën, e shikoj edhe si pasion edhe si profesion. Nën kujdesin e Qendrës së Artit dhe Kulturës Korçë dhe me mbështetjen e bashkisë, qyteti me traditë kulturore priti një mbrëmje ku muzika nuk tingëlloi, por jetoi, pulsoi dhe u ndje nga publiku ardashës.